Me mbrëma të ndëruar shikues se ju adhurues të basketbollit jemi në pamje direkte nga palestra Minatori në Mitrovic, këtu ku do të zhvillohet dueli mbetur nga Gjiroja e 5 ndërmjet Borës dhe Tripçës. E dim që skuadra e Borës është skuadër vendase dhe me marrëveshjen mes të dy skuadrave pasi që palestra 1 tetori vazhdon të mos jetë në dispozicion për skuadrën e Borës, kjo ndeshje mbetur do të zhvillohet sonte në Minatori, ndërsa këto dy skuadra do të takohen edhe të njëjtën mbrëma pikërisht në këtë palestër. Pra brenda 2 ditëve do të takohen 2 herë mes veti. Gjithsesi sot për dallim me ndeshjen e të njëjtës, që të dyja skuadrat do të luajnë me rosterët që i kanë pasur në kuadrët e Gjirës 5, pra skuadra e Borës luan me Ukajn Mehmedin, Planën, Zeqirin, Kurtajn, Gjus, Mekic, Sulejmani, Hot, Lebovci dhe Zeqiri. Pra tek Bora mungojnë trishja e lojtarëve të huaj, është Tyler Cheese, Chris Payton Jr. si edhe Alex Hunter, ata të cilët sot do t'i përkrahin bashkëlojtarët e tyre. Në anën tjetër skuadra e Tripçës luan me këtë përbërje Bragashi, Haliti, Pejn, Arslanagic, Zekiqi, Aslanit, Mushi, Qajrizi, Jones, Amzil dhe Dardan Kapiti në krye me trajneri Nadis Beqiragic, në anën tjetër trajneri Zoran Kashelan. Tek skuadra e Tripçës nuk do të paraqiten Sek Henry si edhe Kenneth Hesbrook, të cilët janë ardhjet e fundit të skuadrës Mitrovica, se në plan të parë po e shohim edhe trishën e gjyqtarëve, Gjelal Muminin, Aron Loja dhe Arjan Kera do të janë ata të cilët do të drejtojnë këtë ndeshje. Duhet të njoftoj patjetër pasi që për dëmtimet që kemi pasur në këtë palestër, pas punimeve në palestër, si që dini tashmë, ku në Minatori do të shtohen rreth edhe 700 ulse në parket, kemi pasur dëmtime teknike, me që rast sonte nuk do të kemi statistika të kësaj përballje, gjithsesi do të mundohem të ju njoftoj në vazhdimsi edhe për statistikat gjatë takimit. Si që dim, Bora aktualisht është skuadra me formën më të mirë në fazën e dytë të kampionatit, pra Bora arriti që në 4 ndeshje të ketë 4 fitore në anën tjetër Tripça, pra në 4 ndeshje ka 3 fitore dhe 1 humbje. Dy skuadrat me formën më të mirë, pra mund të them po takohen sonte.
edhe pse nuk janë ato rosteret të cilat janë paraqitur këto dy skuadra në këto 4 ndeshje, gjithsesi do të shohim si do të shkojnë gjërat sonte në këtë përballje. Dim që Bora në këtë ndeshje vjen pas fitores ndaj rivalëve në pjesën e dytë të tabelës, mos t'i them fundit të tabelës vllazënimit, një ndeshje të cilën realisht e dominoi dhe e fitoi me rezultat 81-68, ndërsa një fitore të thellë e arriti edhe Trepça ndaj Golden Eagle Yllit me rezultat 98-69. Fillimisht ta ndjekim himnin kombëtar. Gjithçka gati për startuar edhe ndeshja, po i shohim edhe 5 startuese në fushë, Mehmeti Gjuls, Mekić, Hoti Zeqiri tek Bora, në anën tjetër Pejn, Tuna, Mushić Ajrizi dhe Sean Jones, topi parë në duart e Trilon Ajrizit që ja dorëzon atë Pejnit deri në fund, nuk arriti të realizon topin në duart e Rezart Mehmetit. Bukur, right top tek Jetmir Zeqiri nga Amin Hot, i cili realizon pikët e para në këtë përballje. Pejn tek Ajrizi. Edhe njerë Pejn. Tuna të Gjuan për 3, nuk është i sakt. Sean Jones me lartë në vërcim, merr top Gjuan, asaj nuk qëllon. Topi në duart e Amin Hot, i cili e humb, por e vjedh shpejt i vëmendshëm. Amin Hot me të vërtet po kalon formë fantastike aktualisht dhe është ndër më meritorët tek skuadra e Borës, që i ka arritur fitoret. Do të tenton pikërisht Amin Hot nga një largësi e madhe, nuk pati zgjidhje tjetër, por nuk ka problem, seri prej 5-0 e Borës në start. Pejn për të përgjigjur në anën tjetër, nuk është i sakt, mbyllje mirë kësaj radhe e Gjuls. Amin Hot tek Gjuls. E humb topin. Nuk arriti të shkojnë deri në fund Gjuls. Mundësi për Mitrovicacit që t'i realizojnë pikët e para në këtë përballje. Mushić tek Trilon Ajrizi. Dalet me faul Ajrizi nga Zeqiri. Ne shohim edhe një lojë 1-1 të Trilon Ajrizit me Jetmir Zeqirin. Nuk qëllon në tentimin e parë Ajrizi, edhe në të i Trepça pa pik. Në të dytën është i sakt. 5-1, tashmë kanë kaluar 2 minuta të para të kësaj përballje. Amin Hot tek Mekić, pranti Tuna. Adem Mekić. Nuk shkon kësaj radhe, topi tek Zeqiri, teksa ishte Mikajlit Mushić ai që e vudhja top e Rezart Mehmeti, nuk e lejon kundër sulmin e Mitrovicasve. Shkakton faul. Mushić tek Pejn. Gjakoj Pejn edhe mëtej, thënë topin tek Batën Tuna.
Tek Sean Jones. Payne, bukur lirohet, ndalet në gjysmë distancë, realizon pikët e para nga loja për të përgjigjur me seri prej 3-0. Mitrovicazit pas startit të mirë të Borës me 5 pikët e tyre. Amin Hot nuk arriti të lirohet nga mbrojtja e Mikajllit Mushicit. Adem Mekic dyvishohet e kthen topin tek Amin Hot, lëvizje e bukur të Gjuan edhe një herë për 3 pikë, sa radhe nuk është i sakt, por i vëmendshëm është Jules që merr top 9 kash për të realizuar 7-3 në të mirë të vendasve. Pra, skuadrës së Borës që po luan si vendase në Minatori. Faul nga Batën Tuna. Një shojmë edhe 3 të huaj të skuadrës së Borës, të cilët nuk kanë drejt loje, pra e thash Chase, Payton dhe Hunter. Jules. Luan 1-1 me Sean Jones. Nuk arriti të qëllon, por ndalet me personale. Ne shojmë edhe njerë gjuajtjen e Jules. Nuk është i sakt në tentimin e parë. Mbetet 7-3. Të dytën e qëllon Jules. Pikën e 8 të skuadrës së Borës. Payne. Gjekovi Payne, bukur të këtëri Lona Irizi që gjuan për 3, nuk është i sakt. Amin Hot e merr top, Adem Mekic në kundërsolm, deri në fund realizon. Dalet edhe me faul nga Lona Irizi. Do tjetë edhe në vijën e gjuajtjes së lirë kapiteni i skuadrës së Borës, Adem Mekic. E shojmë edhe njerë deri në fund shkoj Mekic. Shkurtër gjuajtja, por i vëmendshëm për ta marrë kërcimin jo dhe për të realizuar. Mushic kontrollon gjithçka. Payne. Tek Sean Jones. Lëvizje e bukur e Sean Jones, i cili qëllon 10-5. 4 minuta e gjysmë tashmë kanë kaluar. Pa presionin Amin Hot, Payne. Shkënaj top tek Jules. Me një me Hajrizin. Realizon edhe njerë Jules, pika e 5. Nga 12 të Borës. Payne tek Mushic. Dena top tek Batën Tuna. Kajlët Mushic. Nuk arriti të realizon Tuna. Zeqiri. Tek Mehmedi që do të gjuan nga një pozitë vështirë e bolli ti. Ja mundësi Mitrovicazve të realizojnë. E pa fat Lona Irizi, topi hyrje doli. Mbetë 12-5. Shkon disi ai topi Adem Mekic tek Jules, i cili realizon edhe një herë. Pika e 7, 14-5. Më mirë po e menaxhon këtë ndeshje në këto 5 minutat e para skuadra e Borës. Edhe njerë do gjuan Lona Irizi, kësaj radhe është i sakt. 14-8.
Pika e 4 e Drilon Ajrizit. Mekic tek Amin Hot. Mbrojtje e mire Mikajlet Mushi që do të niset në kundërshtojnë pikë të lehta për të. E përfundoi punën në mbrojtje për të qelluar pikë të lehta. Amin Hot do të gjuan edhe një herë për 3 pikë. Edhe një herë është i sakt. 6 pikë, 3 kërcime, 2 asistime të Amin Hot, tashmë 17-10. Pejnë tek Drilon Ajrizi, dueli i tij me Amin Hotin. Patën tuna bukur. Gjithë të shkon deri në fund, nuk arriti të realizon, topi kthehet në duart e Mikajlet Mushi, kanë përfunduar sekondat e aksionit të skuadrës së Trepçës. Do të kemi zëvendësime të dy fishta në të dyja anët, Plana e Zeqiri në loj, tek Bora, Dardan Kapiti e Arslan Agic në loj, tek skuadra e Trepçës. Ulen tek Bora, Amin Hot dhe Zeqiri. Në anën tjetër, Jackory Payne e Sean Jones. Ulen për të pushuar. Shojmë tashmë 2 lojtarë të rinj tek skuadra e Borës në fush, por i pandalshëm është Jules me pikën e 9 për e përsim prej 9 pikëve të Borës. Tmoshic bukur e gjen korridorin, nuk kuptohet mbrojtja realisht e skuadrës së Borës. Pati hapësirën Tmoshic depërton dhe shkon deri në fund. Mekic. Ka presionin. Shkon ai top tek Plana, i cili nuk arriti të e pranon. Falje. Do t'ullet edhe Adem Mekic për pushuar. Zeqiri kthehet në loj. Tek Trepça kthehet Payne, si edhe notat e para për Burim Zekicin. Jackory Payne. Zekici, edhe njerë Payne. Arslan Agic. Ka faul. Drilon Ajrizi. Edhe një tjetër personale e Planës. Loj do tjetë edhe Alim Libovci në vend të Jules. Një 5 vendore në fush nga skuadra e Borës tashmë. 3 lojtarë të rinj. Sa është Mehmeti e Zeqiri me pak më tepër përvojë. Arslan Agic tek Dardan Kapiti që gjuan e realizon. Mehmeti. Zeqiri. Jetë mirë Zeqiri që ka shkaktuar faul në Solm. Një minutë e 7 sekunda deri në përfundim të çerreku të parë. Edhe një tjetër zëvendësim do t'jetë. Zeqiri do t'ullet, Jules kthehet, personalja e dytë ishte e Jetmir Zeqirit. Arslan Agic.
Tepër qënë deri në fund nuk është i sakt. Edhe njerë është plana ai që ka shkaktuar faul. Personalja e tretë të ti. E do të kthehen Adem Mekic që Amin Hot vetë planës e Mehmetit. Zëvendësimet të shpeshtat nga trajneri Zoran Kashqelan. Edhe të Mushic kthehet në vend të Zekicit. Në mënyrë të njëjtë po i përgjigjet edhe Adis Beqiragic. Nuk qëllon në tentimin me par Arslan Agic. As të dytën nuk e qëllon. Topin e duart i Jules. Amin Hot. Jules ja kthen topin Amin Hotit. Hot. Jules deri në fund edhe një herë i sakt. 11 pikë të tij. Ky është asistimi i tretë i Amin Hot, cili i ka marrë dhe 3 kërcime. Arslan Agic. Deri në fund e merr përgjegjësinë Arslan Agic. E vënoi goxha shumë atë pasim për bashkëtojtarët, por arriti të realizon Adnan Arslan Agic 21-16 pas 10 minutave të para. Fillimin dishës i kontrolluar më mirë nga skuadra e Borës që po udhëhiqet nga Jules me 11 pikë, si edhe Amin Hot që po luan me 6 pikë, 3 kërcime, 3 asistime. E në anën tjetër skuadra e Trepçës, shpërndarje të pikëve të Mushic e Hajrizi janë ata të cilët po luajnë me nga 4 pikë rikthehemi pas pak me çerekun e dytë. A e din qa, kam vendosur me ndru tekstin këngës. Kusht ka thonë ty m'bank me shku, ka gabu, hape llogarin ti këtu, ngam ti mu. Hape llogarin në bankën ProCredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O hiç s'ki nevojë për këtë punë bank me shku. Ngam ti mu. Banka ProCredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Rikthehemi me çerekun e dytë të përballjes së mbetur pra nga gjëroja e 5 ndërmjet Borës dhe Trepçës. 21-16 pas 10 minutave të para të kësaj përballjeje. Lojë më e mirë e skuadrës Borës e në plan pari pam edhe 2 amerikanët bashkë me Vullnet Sefan. Skuadrës Trepçës Kenneth Hasbrook e Zach Henry, të cilët nuk kanë të drejtë loje, ashtu siç nuk kanë të drejtë loje edhe Cheese Payton e Hunter në anën tjetër.
Pra skuadra po luajnë me rësterët që i kam pasur në kuadrë të gjirës 5. Nuk qëllon gjuse, merë dhe një herë vetë kërcimin për të e përmirësuar vetëm, po e vazhdon dominimin. Definitivisht sonte Jules fenomenal, 13 pikë të ti. 6-5 nga loja është. Në tjetër, Dardan Kapiti ndaljet me personale. Tjetër vjen në gjuajtje së lirë. Një shoj me njerë, ishte në mismatch me Amin Hot, i cili shkakton faul. E qëllon gjuajtjen e lirë. Dardan Kapiti, pika e 3 e ti. Saktë edhe në të dytën. Mekic. Te Genzi qiri. Adem Mekic nuk gjuan zgjedhë të Deberton blokuaj pasër. Mbrojtje fenomenale e Dardan Kapiti që i shkoj në ndim Mikajlet Mushicit. E blokoj ndërsa arriti të ruan edhe top. Shkon vetë deri në fund. Dardan Kapiti realizon për 23 me 20 momentum i Kapiti definitivisht, i cili tashmë është në kuotën e 6 pikëve. Shojmë edhe njerë blokadën, arriti të ruan në top, ndërsa e fitoj edhe duelin me Jules. Mekic. Genzi qiri. Ndalët në gjysmë distancë, Genzi qiri. Realizon edhe ai shumë pikët e para të ti, Mikajlet Mushic. Amzil do të gjuan. Topi në duart e Rezart Mehmeti që ndalët me faul. Po kërkojnë kundër sulme të shpejta nga banka e skuadrës së Burrës me një herë. Sa e shojmë edhe njerë personalen, është Kapiti ai që ka shkaktuar faul. Zeqiri, ka presionin e Payne. Amin Hot. Tjetër faulit Dardan Kapitit. Brojtje mire Adnan Arslanagic, i cili e vjedhi topin e shkon deri në fund. Shkrihet në 3 avantazhi i Burrës, padje përsin edhe dhe në +9 gjatë qerekut parë të kësaj përballje, por normalisht nuk mungon përgjigja e Trepçës. Amin Hot dalet me faul nga Arslanagic. E gjatë debërtimit të ti, Sean Jones kthehet në lojën të Dardan Kapitit, teksa Zeqiri e plana kthehen. Jetmir Zeqiri e ullet Genzi Qiri dhe Rezart Mehmeti. Amin Hot. Plana tek Hot. Jules. Mekic. Nuk ka treshe. Topi në duart e Sean Jones. Arslanagic. Amzil. Sean Jones e këta ndovin të Amzil. Aksioni bukur i Trepçës, por mungojnë pikën nga Mikajlet Mushic të eksa i vëmenshëm është Adem Mekic me atë top, por shenë mbrojtje net Mushic e Amzil. Bukur
tek Amzili I cili blokohet nga Jules. Blokad monstruoze e ti, e shojmë edhe një herë. Postërja Eqa top, super blokad e Jules. Vazhdon të takon topi skuadrës së Tripqës që ka mundësin të shkrien edhe më ti për rezultatin. Gjekovi Pejnë do të depërton e bën këtë. Realizon e detyron trajnerin Zoran Kashelan që të kërkon time-out kur shkrije tashmë Ebërësia e Borës në vetëm një 25-24. Gradualisht Tripqa kthehet në lojë. Rikthehemi pas time-outit. Shumë si do të përgjigjet tani skuadra e Burës pas seris prej 8 me 4 të Tripqës në qerekun e dytë. Mekic nuk shkon pasimi, gjithsesi do të vazhdon të takon topi skuadrës Prishtinase. Hot do të rikthehen lojë tek Mekic. Shtrejti me Khaled Mushic. Nuk qëllon luftë për atë top që përfundon jashtë. Topi do të takon skuadrës Tripqës teksa shohim në plan të parë edhe trajnerin Adis Beqiragic. Arslanagic, Mushic tek Hajrizi. Pejnë, Mikajlet Mushic, gjuan për 3 pikë, realizon. Mikajlet Mushic për t'ja dhënë ebërsinë skuadrës së Tripqës. Ebërsia e parë është kjo, pika e 7 e Mikajlet Mushic. Bukura I top tek Gjumës I cili likon pak sa gjërat, nuk arriti të realizon. Arslanagic tek Mushic do gjuan edhe një herë, realizon edhe një herë. Kur nis të hynë në seri nuk po ndalet në super form kohët e fundit. Mikajlet Mushic I jep ebërsinë prej 5 pikëve skuadrës së Tripqës. Adem Mekic tek Jules, pa faul nga Arslanagic. Mehmeti përgatitet të kthehet në lojë tek skuadra e Borës. Genze Qiri do të ullet.
Realizon në tendimin e parë kësaj radhe Jules, 2-1 ishte paraprakisht nga vija e gjuajtjes së lirë, pika e 14. Në të dytën nuk është i sakt, topin në duart e Penj. Aslanagic. Gjuan për 3 pika, Aslanagic është i sakt edhe aj. Pas 2 treshëve të Mikajlit Mushic edhe Aslanagic lën për 3. E merë plotësisht kontrolin e kësaj ndeshjeje skuadra e Tripçës. Vim pikët tashmë nga Jetmir Zeqiri. Kemi zëndësim të skuadra e Borës, plana përgatitë të futet në lojë. 17 seri e Tripçës. Në qerekun e dytë. Faul i Amin Hot. Apo jo është faul i Drilon Ajrizit ndaj Amin Hotit. Të zhvojmë edhe njëherë. E lëvizi krahun shkaktoi faul në sulm. Drilon Ajrizi. Personalja e dytë është e Ajrizit. Gen Zeqiri. Amin Hot. Gjuan për 3 pika. Amin Hot edhe njëri sak për trishe. Amin Hot për balli i skuadrës së tij e qëllon trishën e tretë. Aslanagic për të përgjigjur. Nuk është i sakt Jules më i lartë në kërcim. Afrohet tashmë Bora në 31-33. Patje përsi për 7 pikëve. Tripça. Amin Hot. Tek Jules. Deri në fund nuk arrin të qëllon Jones me i lartë në kërcim. Aslanagic tek Jackery Payne. Nuk ka trishe. Takon Burës. Shojmë edhe një treshën para brage të Amin Hot, pak hapësirë po i duhet të realizon, po mundohet maksimalisht Mikajlit Mushic të ndajë lojtarin më në forma aktualisht të skuadrës së Borës. Mekic që gjen ndërtimin në korner është Rezart Mehmeti që nuk qëllon për 3. Pejnë nga luajturi fundit. Topi do të vazhdon të takon skuadrës së Borës. Amin Hot tek Jules. Gen Zeqiri. Amin Hot. Kësaj radhe të gjuan nga një pozitë vështirë. Nuk është i sakt, por topi kthehet në duart e Gen Zeqiri që barazon gjithçka. E përcjell aksionin që ndot i lirë në kosh dhe barazon rezultatin. Gen Zeqiri 33-33. Jackery Payne në anën tjetër shpejt përgjigjet. Mbeti vetëm në gjysmë distancë realizoi. Kthehet e përsi prej 2 pikëve e Tripçës. Amin Hot tek Adem Mekic. Edhe mëtej Mekic dëgjuan. Nuk është i sakt.
Gjeko i Pejnë me i larti në kërcim. Ndalë atë kundër Sulmamin Hët. Fjellë personalja e dytë e ti. Shojmë edhe njerë. Topi do tjetë anash. Sa kthejt në lojë jetë mirë Zeqiri në vend të Gent Zeqirit. Një lojtar mjaft efektiv të cilin po e përdor në shumë momente trajneri Zoran Kashqelan. Gent Zeqiri aktiv në mbrojtje, por edhe në sulm po mundohet maksimalisht të i ndihmon bashkëlojtarët e tij. Ndalet me faul Drilon Ajrizi. Qëllon Ajrizi në tentimin e parë edhe më parë ishte 50% i sakt. Shojmë atë ta qëllon të dytën kësaj radhe. Është i sakt, vazhdon të jetë 50% i sakt nga vija e gjuajtjes së lirë. 5 pikë të Drilon Ajrizit. E përsi prej 3 pikëve e skuadrës së Tripçës. 33 me 36, 1 minutë e 22 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Jemi tjetër time-out. Shojmë a do të arinë skuadra e Borës të bëjë diçka më tepër. Apo Tripça do të shkojnë në pushim me e përsi rikthehemi pas time-outit. Pra 1 minutë e 22 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Lojë ngushtë nominatori 33-36 të mirë të Tripçës. Amin Hët. Zeqiri, Mehmedi për 3 pikë. Nuk është i sakt Gjus. Mera top nuk arrin të realizon. Adem Mekic është i sakt. 2 kërcime në sulm të skuadrës së Borës dhe vijnë pikët që e shkrijnë në një epërsin e Mitrovicasve. Faul nga Adem Mekic. Jones tek Payne. Faul tashmë i Rezart Mehmedit. Faulli i tretë i tij, tashmë në bonus të dyja skuadrat. Dy të lira patën Tunës, nuk shëllon në tendimin e parë Tuna. Edhe më te i sonte pa pikë. Vetëmi pra nga 5 që startuese është patën Tuna. E qëllon të dytën dhe pikën e ti të parë. 35-37. Tashmë minuta e fundit e pjesës së parë. Zeqiri. Amin Hët.
Shkon deri në fund, nuk është i sakt. Mikajlët Mushic merr kërcimin, e mbrona top, e kthen tek Jackery Payne. Jones deri në fund realizon. 35-39, rikthehet tepërsia prej 4 pikëve tek skuadra e Trepçës. Aminat, Adem Mekic, deri në fund, por pikët nuk do të pranuan. Më herët ishte faulli. Ta shohim edhe një herë. E shohim është faulli Mikajlët Mushic. Nuk janë pranuar pikët, do t'jenë 2 të lira për Adem Mekic. Qëllon në tentimin e parë Mekic. Pika e 5 të tij. Në të dytën nuk është i sakt. Jones me i lartë në vepsim. E shkojnë në të zgjatur Mitrovicasit, kanë 7 sekunda tashmë. Payne, Jackery Payne, Trilon Ajrizi, do të gjuan për 3 pikë, nuk është i sakt. Përfundon pjesa e parë, 36-39, e nisi më mirë skuadra e Borës këtë ndeshje. E shohim Adis Beqiragiqin, më falni, mjaft i nervozuar me batën tunën, shumë shpesh këtë përballje të kësaj dysheje, edhe në fush ka hyrë në fund të pjesës së parë. Adis Beqiragiq, jam duke përcjellur nervozën e tij. Vazhdon të e kritikon batën tunën edhe më tej. Zakonisht e ka nga një lojtar në çdo sezon Beqiragiq që nuk i ndahet së kritikuari, e kësaj radhe është batën tuna. Pra, e nisi më mirë skuadra e Borës ndeshjen, pati edhe përsipër 9 pikëve. Ndërsa Trepça u kthye në pjesën e dytë. Kështu nisi biseda e Adis Beqiragiq me batën tunën. Atëherë, pas 20 minutave, 36-39 në të mirë të skuadrës së Trepçës, shkojmë pak marketing për të u rikthyer edhe me pjesën e dytë.